Duke dënuar vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja brenda ambienteve të gjykatës apelit, ish kryeministri dhe kryedemokrati Sali Berisha e cilësoi ngjarjen si një akt makabër që tregon sipas tij dështimin e plotë të reformës në drejtësi. Ekzekutimi i gjykasit Kalaja në sallën e gjyqit, një lloj sikur të ishte në shesh apo rrugë të qytetit, dëshmon gjithashtu dështimin e plotë të reformës të sistemit të drejtësisë nga George Soros dhe sorosianët e tjerë. Të bazuar kjo në korrupsionin më të madh kombëtar dhe ndërkombëtar, reformës që de facto privoi qytetarët shqiptar nga një proces i drejt ligjor. Berisha i quajti krim shtetëror, duke theksuar se ngjarja tregon shkallën ekstreme të pasigurisë në atë që e cilësoi narkoshtet shqiptar. Ekzekutimi publik në sallën e gjyqit i gjykatësit Kalaja, sikur të ishte në një kafene apo mejhane të qytetit, dëshmon shkallën ekstreme të pasigurisë në Shqipëri, narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë. Në këtë kuadër, vrasja në sallën e gjyqit e gjykatësit Kalaja ngjitet në nivelin e krimit shtetëror. Dhe kjo jo se plumbat u shkrehen nga shteti, por sepse vrasja ndodhi në mungesë të plotë të gjitha përgjegjësive dhe detyrimeve shtetërore, qoftë dhe atyre më minimale për mbrojtjen e jetës dhe veprimtarisë së zyrtarëve të shtetit brenda institucioneve të tyre. Pas kryedemokratit, dështimi i drejtësisë ka nxitur valën e vetëgjyqësisë në vend. Rasti i djeshëm është rasti më dramatik i vetëgjyqësisë, por e vërteta është se rastet e vetëgjyqësisë për shkak të këtij sistemi të falimentuar po shtohen çdo ditë. Ndërsa akuzoi kryeministrin Edi Rama se po përdor tragjedin për qëllime politike. Kodin e narkodiktaturës shfrytëzon jakun jetën e një gjykatësi për të kaluar kodin e narkodiktaturës. Ai kod, ai lejon dënim për jetë. Çfarë kërkon nga një kod tjetër ti? Ky kod lejon dënimin për jetë të kriminalëve. Dhe janë dënuar me këtë kod me dhjetra, që i ka liruar Edi Rama mrapa. Po. I pyetur nëse sulmet e politikës ndaj drejtësisë po nxisin vetëgjyqësinë, Berisha tha se nuk akuzon askënd pa prova, por nuk pranon asnjë akt kriminal.